Sezoni i shalqirit ka nisur dhe tashmë Bujku Zevdet Vukaj ka filluar me shitjen e prodhimit të tij. Pas një periudhe pune dhe përkujdesjeje në fushë, shalqiri ka dalë me cilësi të mirë dhe është gati për treg. Tregu ka reaguar mirë që në ditët e para, ndihmuar edhe nga fakti që sezoni në këtë zonë ka nisur më herët se në disa vende të tjera. Kjo ka krijuar mundësi që produkti të shpërndahet jo vetëm në tregun lokal, por edhe në qytete të tjera dhe jashtë vendit, në vende si Kroacia dhe Bosnja. Konsumatorët janë të kënaqur me shijen dhe cilësinë e shalqirit këtë vit, që është i ëmbël dhe me madhësi të qëndrueshme. Sa i përket çmimit, me shumicë mbetet akoma i paqëndrueshëm, e që kjo përbën sfidën kyçe që bujqit, për shkak të kostave të larta të prodhimit, shpesh nuk arrin të nxjerrin fitim të mjaftueshëm nga shitja e prodhimit të tyre. Në vijim të kësaj, do të dëgjojmë nga vetë Zevdet Vukaj si po ecën ky sezon, çfarë pritshmërish ka dhe si e shet e ardhmen e shitjes në javët në vazhdim. Po, simjet janë do pamjet cilat besoj se nuk ka me pas problem me shalcini, ashtu që në këto momente janë të me lyp tregtarët bajagi fort, dhe më thonë starti kur i kje para javit, kje pak ma i zbet, mirë po tash po lypet shalcini të me qenë se rajoni është pak në probleme me shalcinin, dhe ka basë dame të ndryshme në rajoni, si që është Bosna, Kroacia, Serbia, Shqipëria, kanë pas pasoja prej Breshnit, mirë po fati mirë këtu të na nuk ka pas kur farë problemit, por ka ecë puna. Natyrisht se starti i mjedhjes bostanit është kënë në prill both me shtirësine dhe me kritika, mirë po jemi përballu ashtu që nuk po thëmë se është 100% bericjeti që është dasht me kënë, por afërsisht 70-80% është bericjeti që është i sukseshëm dhe është kvaliteti mirë. Si mund në përshkruni cilësinë e shalqirit këtë vit në shije? Bashkë është i mirë, bashkë jam i kënaqur sa i përket cilësisë. Tashti i vetmi problem që është se në këtë parcel që jem këtu, do më thënë këtu e kom mjellë bostanin me 13 prill, mirë po janë kënë ato fazat cilat enet bostani, mirë po të krinjtit, janë kënë 2-3 talazet të krinjit, ashtu që i ka shkuatu e cit, për ata këtë bostan për 3 herë janë shtu me vjell tash i javdit, me sot po përfundoj. Pra, na e praktikojmë për me vjell bostanin i dit, me kënë të tonë të njajtë. Mirë po, si mjetë është kënë pak ma të ryshet, por prapë se prapë mirë është se po shitet e nuk po metet për bashtina dhe është të u lypë bostani. Atëherë krahasuar me vitin e kaluar, si e shihni çmimin këtë vit? Po, çmimi është, po të thuash, gati dëfish ma mirë se vjetë, po mendoj kështu në përgjithësi, se ta starti vjetë është kënë maj mirë, se është kënë 25 centa. Këtu me Shlepere e kom fjallën, po si mjetë ka startua me 19 centa, por në ato 19 centa i ka premtua dhe komune e Tuzit se ka me i qëtua bujzve cilë të atë bostane eksportojnë, dhe më thanë i napin edhe 4 centa ma shumë, ashtu që i për bujkun ka me kënë 23 centa, ashtu që me 23 centa në krasim me vitin e kaluam, si mjetë është po të thuash ma mirë, sigurisht janë 20-30% në çmim se është kënë vitin e kaluam. Dhe ku përshis një këtë vit, jeni duke shitur në qytete, në trege lokale, apo ndoshta me porosi? Po, bostani që garkot me Shlepera, kjo shkon on Serbi, on Bosnë, on Kroaci. Dhe më thanë, këto janë 3 shtetet cilat tregtarët kanë lidhjet edhe qojnë këtë bostanin tonë. Mirë po, bujqit cilë të shesin këtu në Podgoricë, këta është për tregun e Malizi. Dhe më thanë,
por është edhe çmimi larg më i mirë se që napim na me shumicë, domethënë me shlepera. Se tregun në Podgoricë është diku rreth 25, 30, 35, ndoshta edhe 40 kanë shitësit, belale ma shumë, sigurisht starti janë shkenë, por fundi punës me 1.000, me 2.000 kila, me 5.000 kila, unë për shembull personalisht, ose ata që veprojnë si unë, që kanë millën shumë bostan, nuk kanë llogari me u marrë me ato çmime, e me atë pakisë shitjet, por ne në lypet me pastru bashtinë. Arsye është se këtu bostani është i produkt me të cilin nuk e duron kohën e zgjatjes, por duhet, kur të pjeket, ata duhet me hek për 2-3 ditë, për ndryshe e prish dielli. A keni hasur, me qenë se edhe përmendet se disa shkojnë këto ngarkesat me kamion, shkojnë edhe jashtë shtetit, keni hasur ndonjë vështirësi në transport? Përderi e këtu jo, do më thonë, ajo është obligimi i tregtarit, sa i përket transportit, mirë po na si prodhues jemi detyruar për me pagua punëtorët, me zgjedh punëtorët, me këtë sigurt për me garku bostanin ashtu si duan ata, edhe ajo është obligimi ynë. Për transport e për këto është i tregtarit që e blen bostanin. Si e shihni vazhdimin e sezonit? Po, unë me ta thënë të vërtetën, këto çështje e sezoni synë është shumë delikate, do me thënë, arsye është se në varet tanë se sa shitet robë, edhe sa bjen robë prej shteteve jashtme, aty janë momentet cilat këtu shtërgohet situata dhe ullet çmimi. Mirë po, me kenë vetëm prodhimet tona, besoj se kinë me kenë mirë, edhe për tregun e Podgoricë, edhe për prodhuesit e malësisë, të zetë se kush do kjoftë prej Malëzisë që i prodhon, do me thonë, ki me kenë i gjanë pozitive, mirë po tregtarët i bojnë ato interesat e veta, i bojnë ato interesat e veta për me ullë çmimin, e aty në intereson veç fitesa, nuk intereson prodhuesi se çka bën e si bën. Por me fjalë tjetër, këto punë i ka pak edhe Ministria e Bujqësisë e shteti Malezi në dorë, po ata pak a shumë ndoshta mundohen pak me zbut situatën, por kur është në pyetje tregu, ajo i gjen kanalet e veta, i gjen drejtimet e veta, janë njerëzit që janë për atë punë, do me thonë fitesën e bajnë, çka diun sa veprimet të ndryshme që i bën tregtari, por me fjalë tjetër janë pozicionet e prodhimeve sona janë pak delikate për shkak se sot në çmimi, po supozojmë i bostanit 25 centa, nesër bela bjen 15 centa, apo i specit, i kastravecit, i mallatares, pjepnita, kukujta, çka prodhojnë këtu vendasit, do me thonë, kur nuk është e sigurt, por se për shembull Kërtolla ka startuar me çmim të mirë, ka ra, Bajagi ka ra dhe Fort ka ra, mirë po aja siguru me gjoja se ka me kene siguru me çmimin 40 centa, mirë po njerëzit tanë janë tu me lanë edhe 25 centa, se i duhet me lanë për ndryshet, ajo po prishet, mos u shit, ajo prishet, atër ma mirë 25 centa në gjep se 25 centa me tu kalbën bashtin, tu me qenë sen se ke financu dhe ke hjekzi për gjithat mundim që është ban për i vjetë, e tash me lanë me shku dhe ma shtkeq, por me fjalë tjetër sa kam informat, njerëzit janë të veprua, prodhuesit janë të veprua sa mujnë, të shit sa mujnë, edhe nuk janë both të dopta çmimet, tash në varet prej artikujt se kush çka është, veç fundi punës në përgjithësi, shkojmë ka jo me zirë shpenzimet tona, atër çka të na mes qarë, bafti Zotit e s'kem shthom tjetër. E ceket edhe pjesën e çmimit, do t'ju pyes ju prodhimin tuaj, jeni duke dhënë me çmim aktual që është 23 centa, apo jeni të detyrueshëm edhe ju ta ulni atë çmim? Po, kështu është fjalla, do me thonë, tregtarët në start nga kanë thonë se kanë me pagua 18-19 centa. Mirë po, këtu janë bën disa takime me disa bujqe dhe me udhëheqësit komunës edhe me tregtarët që janë të veprua kësajte. Do me thonë, vashtë premtua me pagua bujkut 19 centa kilën e bostanit, kurse 4 centa do t'i siguroj prej buxhetit komunë e Tuzit.
Dhe më thonë, ato pare kanë më shku të bujku edhe kam ju pagu ki dhe bostanit 23 centa. Kështu janë bisedat, tash sa kanë me këndë vërtetat do t'i shofim. Po, ke ellasi tregtarës, cilët për shembull nuk shkon përmes komunit, por janë asish që vjen për shembull prej Bosnës a prej Serbisë ai direkt e ble bostanin, edhe këtu janë njerëzit që janë të i dhanë ka 25 centa me shleper garkesën, me çmim. Domethënë ai tregtari i nep 25 centa në dorë edhe vazhdon ai me atë punë. E shkon ai ti si intereson atij tregtarit 3 centa ato 4 centa të komunës. Por ai ande vetë prolluesit edhe vazhdon ai merr bostanin e shkon. Mirë po tash, si ka me bën ai prollues, po si ka me bën komuna e Tuzit, me atë person nuk e di, por e di se është bisedua në këtë mënyrë. Do më thonë, prolluesi ka me kallëzuar me argumentua se çka ka qitë bostan jashtë, do më thonë me licencë komplet gjithçka. Edhe në ato çmime ose në ato shitje që ka bën, ai prollues përmes tregut që ka dalë jashtë Malizi, komuna e Tuzit është bisedu se kanë me dhënë 4 centa, do më thonë, prej 19 me i bën 23 centa. Tash, këto, pra po thëmë, këto tona janë biseda, sa kanë me këtë sigurta do t'i shofim. Por, prolluesi është në problem se tash, dikush e nep në atë mënyrë, dikush e nep në tjetër mënyrë, dikush e shet si do në vetë. Unë personalisht, ja kam dhënë një tregtarit Mama Vukçeviçit, ai e ka marrë, më ka thënë Zef, si të shitet bostani, jashtu kam të pagu ty edhe ma te se kam qume ta. Edhe unë ja kam dhënë, do më thënë, 20 lardhe bostan, tina janë, ai ka me shit, në fund kem me pa llogarit, a kam ma pagu 18, a kam ma pagu 19, a kam ma pagu 20, bela asaj se s'ka me pagu, nuk e di, por shpresoj se bostani si mjetë ka me kalua dhe ka me ushit, se po janë shumë të interesuar, si që thashë edhe përparen, për shkak të rajonit, se rajoni nuk ka bostan, as si ka fillu hala Serbis, as si ka fillu hala Bosnës, as Kroacis, na jem më të parë që kemë fillu me shit bostan, është Shqipnia që ka fillu. Para nesh, por Shqipnia e ka të shitu në tregun duket në Evropë, ashtu që na mujmë me shfrytëzu këtë rast të 10 ditë derisa të fillojnë Serbia e Bosna e Kroacia. Shumë faleminderit dhe tanat mirat. Faleminderit edhe juve, respekt e nere tanat mirat.